Hamdi, falenderimet, lavdrimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë vetëm prej Tij falje, ndihmë, rahmet, bereqet, mirësi, begati dhe gjitha furnizimet I kërkojmë. Salatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më të mirë mbi rrezullin toksor. Ja dërgojmë atij I cili e nxori njeriun nga errësira në dritë. Ja dërgojmë njeriut I cili sakrifikoi edhe jetën e tij, shëndetin e tij, që ne sot pas shumë shekujve themi të lirshëm dhe me bindje La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj salavatet tona shkojnë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër, shokëve të tij besnik, si dhe gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën dhe sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, fillimisht e falenderoj miftinin e Shkupit, në krye me miftiun ton të palodhur, I cili punon për muslimant e këtij nënqielli, të këtij qyteti ton të bukur dhe islam, me gjithë stafin e miftinisë, cilët kanë përgjedhur sonte që unë fillimisht duke e këshillu vetveten, pastaj edhe juve të kalojmë disa çaste të bukura. Falenderoj edhe këshillin e xhamisë së Koliçanit të Epër, po ashtu edhe hoxhën e nderuar dhe shumë dashur, Molla Rexhepin. Unë fillimisht du t'ju tregoj se unë sonte këtu nuk jam misafir. Por shkak se nuk e ndjej veten si misafir, sepse unë jam nip Koliçanit. Edhe nipit e dartë nuk ndjehet si misafir, as I huj, po ndjehet sikur të shpoj vet. Prandaj është kënaqësi dhe është një nder ndoshta që ja bëj nanës time, që vinë fshatin e saj, që të ligjëroj dhe të kaloj disa çaste të bukura dhe të mira me juve. Tema për cilën do të flasmi dhe do ta këshillojmë njëri tjetrin e kam zgjedhur familja, themeli I ummetit. Dashur vëllezër, sot aq shumë punohet kundër familjes. Aq shumë punohet kundër rendit familjar. Aq shumë punohet që triut musliman t'ja hupin marrën, aq ka është më e shenjtë, sa që në asnjë kohë tjetër nuk u ka punu kaq shumë. Prandaj e jona si besimtar është që ata punojnë kundër familjes, detyra jonë dhe obligimi jonë është ka të punojmë për familjen. Ata punojnë për ta shkatruar familjen, ne duhet të punojmë për ta mbrojtur familjen. Ata punojnë për ta prish familjen, që është institucioni I krijuar nga vetë Allahu, apo? Kthehemi pak në Gjenes, kur e krijoi Allahu subhanahu wa taala Ademin alayhis salam. A nuk mujti Allahu t'i krijoje 1000 burra, 1000 gra, dhe kishin bë martesë dhe kishin vazhdu jetën? Mundi. Po pse nuk e krijoi Allahu? Allahu deshti që ta bëje fillimisht Ademin dhe prej Ademit e krijoi Havën alayhis salam për shkak të na tregojë neve se institucioni familje të Allahu ka shumë vlerë të madhe dhe Allahu jep shumë rëndësi. Prandaj në këtë natë do të ndalem në dy nëntema. Nëntema e parë është edukimi I fëmijëve për një familje të shëndosh. Edukimi I fëmijëve, e vëllezërve tonë, sa ne punojmë me vëllezërt e tonë, sa ne duhet punojmë me vëllezërt e tonë, sa ne punojmë me vajzat tona, me djemtë e tonë, me rinin tonë, që të kemi një ummet të shëndosh. Sepse një familje e shëndosh do të thotë një ummet I shëndosh. Një familje e shkatruar rrezikon që shkatrohet edhe ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur e përmend Allahu në Kur'an familjen dhe kur na thot se si duhet ne të kujdesmi për familjen, thot Allahu: Ja ejuhalladhina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që i keni thonë vetit musliman, o ju që Allahun e keni për Zot, qu anfusakum, ruajini familjen, fillimisht kanë vetën, wa ahlikum, edhe familjen tuaj prej kujt ja Rabbul Alamin? Prej kujt? Prej zjarrit. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. O ju që keni besu, ruajini fillimisht veten e juaj. A mjafton Allahu vetëm duke na thonë, ruajini ju veten e juve, ajo mjafton? Jo. Allahu thot wa ahlikum, edhe familjen e juve, edhe gratë e juve, edhe fëmijët e juve, edhe vllatë e juve, ruajini prej zjarrit xhehenemit. A e ruan një burr ose një prind prej zjarrit xhehenemit fëmijën e vet kur ai nora 9, 10, 11, 12 nuk e di ku e ka vladin e vet? Fëmijët, dashur vëllezër, janë dhurata më e mirë që Allahu mund t'ia japë njeriu. Mu ngrit krejt bota në kamp dhe krejt mjekët e botës nuk mund të ta japin një dhuratë kaq të bukur siç ta jep Allahu pas një dinar. Pas një këthim prapa. Allahu thot merre. Mirë po, tash fëmijët ne, a i kena kuptu se fëmijët janë vetëm për të kënaqur, vetëm për të kalu koha jonë, apo vetëm për të argëtu, vetëm për të lujt me ata, apo vetëm që ta trashëgojnë familjen tonë, apo janë edhe përgjegjësi, apo janë edhe obligim. Fëmijët përveç se janë dhuratë nga ana e Allahut, ata janë edhe përgjegjësi. Ata janë edhe obligim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush është bari, çoban për kopën e tij. Dhe ditën e gjykimit, bariu do të përgjigjet para Allahut për kopën e vet. Baba është çoban për familjen, gruajen, shtëpinë dhe vllatë e vet. Nana është çobanesh për evlat e vet, për të ruajtur nderin e familjes vet, për të ruajtur pasurinë e burrit vet. Dhe do të vjerë një ditë si kjo ditë, dhe Allahu ka me të pyet dhe ka me të thonë, atë evlat që ta dhash, sa punove në edukimin e tyre? Ato dhurata që s'mundi askush me t'i dhanë përveç meje, sa u mundove që t'i edukojsh në rrugën e Allahut, në rrugën e pejgamberit? Ato fëmijë që t'i dhash si drita e sive, sa i more për dorë dhe i qove të xhamia? Ato fëmijë që t'i dhash unë, sa u kujdese në edukimin e tyre, duke ju dhënë edukatën islame, duke mësu Kur'anin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fëmia përveç se është dhuratë, po nga ana tjetër është edhe përgjegjësi e madhe para Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kur e pyetën se si duhet t'i edukojmë fëmijët e tonë, tha pejgamberi sallam i dha 3 komponenta, 3 elemente. Tha edukoni fëmijët e juve t'i duan 3 gjëra. Me vabon dashura zemrat e fëmijëve tonë 3 gjëra. Cilat janë ato? Tha e para ta duan Allahun dhe pejgamberin e tij. Me i fol për Allahun, me i tregu për rahmetin e Allahut, mëshirën e Allahut, me i tregu për madhështinë e Allahut, me i tregu se gjithë të mirat o evlad jem, o evladët e mi, që neve na rrethojnë, edhe buka që e hajmë, edhe uji që e pim, edhe kodra që na rrethojnë, edhe qielli mbi ne që është, edhe toka nën ne që është, dhe krejt këto të mira, dhe krejt këto kafsh, Allahu i ka dhënë shërbim të njeriut, me ja bë dashur Allahun në zemrën e fëmijës tanë, në zemrën e evladit tanë. Po me ja bë dashur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mi tregu fëmijës tanë se sa sakrifikoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Mi tregu se sa na deshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve si ummet edhe pse kur asnjëherë nuk na ka pa. Mi tregu se pejgamberi sallam sa i donte fëmijët dhe nipat e tij, Hasanin dhe Husejnin, mi tregu atyre se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ngritte kokën e tij prej sejdë derisa ishin duke luajtur Hasani dhe Husejni në shpinën e tij. Mi tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e kishte një burr me një fëmijë të vogël,
Shpesh vinte te xhami. Pas një kohë hup, dhe tha shkoni pyetni për atë burrin me atë fëmijën që vinte. Kur e pan, çka kishte ndodhur, kishte cov ai zogi i vogël që e kishte pasur fëmia i vogël. U qu pejgamberi Allahut, i dashuri i Allahut. U qu dhe u ngrit dhe shkoi për ta ngushëlluar atë fëmijën e vet, atë fëmijën e vogël. Sa do ta bënim ne sot, ose sa i jap na rëndësi mendimit të një fëmije, idejes së një fëmije. E dyta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edukoni fëmijët e juve dhe bëni ndashur në zemrën e tyre ta dunë dhe ta lexojnë Kur'anin. Me desht Kur'anin, me lexu Kur'anin, me marr fëmijën tan për dorë dhe me qute hoxha i xhamis që më mësu fjalën e Allahut. Pse? Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veç këtë hadith ta marrni men, kish mjaftuar si këshilla e sotshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do të jenë disa njerëz në pozita shumë të larta dhe me kurora nga nuri, drita, dhe do të vinë disa njerëz tjerë dhe do të pyesin, kush është ky pejgamber me kaq pozitë, kaq të lartë, që e ka këtë tagjin prej nurit? Do t'ju thuhet këtive njerëzve nuk janë pejgamber. Po do të pyesin cili shahid është ky me kaq pozitë, kaq të lartë që Allahu e paska gradu, kam ju thonë nuk është as shahid. Po a është doni evlia, nuk është as evlia. A din dashur vëllezër kush është? Do t'ju thuhet këta janë ata prind dhe ai bab dhe ajo nan, e cila e ka marrë evladin e vet dhe ka qu te xhamia dhe e ka mësu fjalën e Allahut. Allahu do t'i nderon ditën e gjykimit, ju e keni marrë atë dhuratën siç duhet dhe e keni marrë përgjegjësinë siç duhet dhe ja keni bën dashur në zemrat e tyre, fëmijëve t'juve Kur'anin, fjalën time, tash do t'ju ngritin pozita dhe poste shumë të larta, saqë njerëzit do të mendojnë se janë pejgamber, ata nuk janë pejgamber. Do të mendojnë se janë shahida, ata nuk janë shahida. Janë vetëm prind thjesht, cilët kanë dalë një kohë dhe e kanë dert evladin e vet. Dhe e kanë siklet evladin e vet, e dinë se përgjegjësi ka obligim, kujdesen për ato. Prandaj edhe e treta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është e para me desht Allahun dhe pejgamberin. E dita me desht, me vabon dashur fëmijëve ton Kur'anin dhe me lexu Kur'anin. E treta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëjni dashur në zemrat e fëmijëve t'juve familjen. Ta duan familjen. Ti vizitojnë të afërmit e vet. Ta dinë se kanë e ka daj dhe kanë e ka kusheri dhe kanë e ka kusherit babës dhe kanë e ka kusherit nanës dhe kanë e ka dajt nanës dhe kanë e ka bablok i vet kanë e ka daj dhe kanë e ka minç dhe familja mos t'jese shumë e thukt dhe e shumë e ngusht për fëmijën ta, po të le t'jese një vlerë shumë e madhe. Familja në syrin e ti t'jese flori, familja në syrin e ti t'jese diamant, familja në syrin e fëmijës tanë, të shmja bon ashtë madhe, sa që aj edhe kur të rritët dhe ti mos t'jesh këtë dunja, aj ta ecë familjen dhe farifisin e ti. Aj t'i boje ziyaret dhe e lartë e ti. Aj t'i boje ziyaret mingjallart e ti. Aj mos t'vaqele vetëm bajram të madh dhe bajram të vogël derën e dajës dhe nësës dajës dhe tezës dhe halës vet. Po aj t'a di e vlerën e familjes vet. Prandaj këto janë tre porosia që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ne mi i eduku, si ne me vadhon tërbijen fëmijëve tonë. Ta dun Allahun pejgamberin, ta dun e dita thash Kur'anin dhe ta lexojnë, dhe e treta ta dun dhe ta vizitojnë, t'i bëjnë ziyaret familjarët e vet. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjë prind nuk jep hedije dhe dhurat më të mirë fëmijëve të vet se sa edukata e lartë islame. A do milon mas veti dhurat mirë e vladit tan, leja edukatën, leja akhlakun, leja kulturën, leja sjelljen, banja dashur Kur'anin, dhe edhe pse ki hes për kësaj bote, çka është ajo ma interesant, edhe duke qenë këtë dunja ki shpërblim, po edhe një ditë vdes, prap shpërblimet vazhdojnë. A ka mundësi? Ka mundësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Kur njeriu vdes, krejt fletorët, defterët, librat e tij mbyllën përveç treve. Njëra prej këtyre treve është, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, evladi hajrit. Nëse në këtë dunja ke lanë dhe ki punu dhe je marrë me fëmijët e tu, me evladin tanë dhe je ki eduku fëmijët e juve, në ditën që nuk ki me mujt me bo as sevap, as gjuna, as halal, as haram, i e mvarë dhe do t'i shohësh shpërblimet. Vinë shpërblimet dhe sevapët dhe ti çuditësh thu ja Rab, unë mo jam i vdekur, as mirë, as keq, as gjuna, as sevap. Ka po vinë këtë shpërblimet. E do të thuhet në vërë tuk e qenë ti, është një evlat që e ki lanë ti në dunja, e ki rrit me halal, e ki ushqej me halal, dhe ai sot nuk të haron ti, dhe ai sot ban dua për ti, dhe ai sot lutet për ti. Prandaj Allahu i thot, kjo është si shpërblim dhe dhurat nga evladët e tu që i ki lanë në dunja. Prandaj, përveç se është e mirë derisa jemi ne në këtë botë, e mirë apo vazhdoj ka ne nëse mirë me edukatën e fëmijëve tonë, me tërbijen, akhlakun e fëmijëve tonë, do të vazhdoj ka edhe ne kur do të jemi të vdekur dhe nuk do të ekzistoj emri jon në sipërfaqen e tokës. Prandaj, dashur vëllezër, prindi ka përgjegjësi edhe ndaj gruas së tij. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar, dhe i kemi kriju mashkullin dhe femrën, burrin dhe grujen, që ata gjejnë qetësi të njëri tjetri, gjejnë rahati të njëri tjetri. Prandaj për një familje të shëndosh, duhet ta shohim si e krijoi apo e formoi familjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dietarët i kanë nxjerrë 3 komponente ose elemente se si e formoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam familjen e tij. Than mawadda, dashuri, rahme, mëshirë dhe sabër. Durim me sabër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë me gratë e tij, me fëmijët e tij, po edhe me njerëzit përgjithësi, o sjell mënyrën dhe sjellën më të bukur. Dhe në familjen tonë duhet kthehet buzëqeshja. Dhe në familjen tonë duhet kthehet komunikimi. Dhe në familjen tonë duhet kthehet vizitat dhe ziaretet që deri me një kohë gjithë e folën apo para do vjetëve sa lezetlëk kishte. Para do vjetëve sa misafir kishte. Prandaj kjo është komponenta e ditë ose nëntema e ditë që ne do ta flasim, e cila është vizitat familjare, shpirti i familjes. Po sonte ne pa e kajna një dert. A di cili është derti jem i ditë? S'kina misafir. S'pona qelë kërkush derën. Ka humb lezet lëki, ka humb misafir lëku. Nuk ka më me të ardhë dikush pa thirrë në telefon. Pa bën termin, si të doktori. Do të fillimisht të thirrë, ta bëj terminin, a je apo si je. Para mendoni, ka ardhë motra të vllau, shkon me të lajmërume. Vllau të motra e vet, të shpirti i vet, që nuk ka më të afër se vllau dhe motra ose vllau me vllaun, duhet që të lajmërojë në telefon dhe ti tregoj se a jeni të lirë, apo si është bo zakon, a jeni në gjendje me pranu misafir, apo si një gjendje, se shpinë do shta janë. Mirë po nuk janë gjendje në disponim me pranu misafir. Prandaj, janë largu atë shumë njerëzit me zveti. Më herët, fillun që t'i ndajnë regioni me region, apo? Jo Dërveni, jo Karshjaka, jo Karadaku. Pastaj filloi kjo përqarja, mesin ton thellohet ala ma shumë. Fshat me fshat, inate me zvete, përqarje me zvete. Pastaj filloi përqarja edhe ma e madhe të bëhet. Mos flasin fshatin me zveti, kojshia me kojshien. Po ka ardhë puna dhe ka ardhë përqarja ala ma e madhe, sa që edhe familjarët nuk flasin me zveti. A e keni mri ju ditë sodit, vllau me vllau nuk fol. Për çka? Për një hise e cila kanë me lanë të ditë. Dhe të ditë kanë me heqë dorë.
Apo se ne nuk kemi përjetshëm këtë botë. Dhe vjen bëhet shkak një tokë, një hise, një megje që ti më lidhjen me vllaun tanë që Allahu e ka shitru dhe i ka dhënë rëndësi qashtë madhe, bëhet sebeb që ti munda me vllaun tanë. Dhe përçarja alama e madhe, cila është një defekt i jon i dytë. A dini cili është? Shpesh dëgjojmë prej xhamatit tonë. Po shkoj me pa se ka kanë. Pi shkojnë darsëm se më ka ardhë. Vjen, shkoj, nuk vjen, nuk shkoj. Më thonë e kina bo biznis, tregti. Ma jep, ta jap. Po se jep mallin s'ti jap parët. Allahu nuk i krijoi lidhjet familjare kështu. Allahu nuk i krijoi lidhjet familjare dhe farefisnore në këtë mënyrë. Nuk është kjo marrëdhënie. Si dush me dhan, dush me më dhan, jo. Allahu i krijoi sa që edhe qortoi. Kanë e qortoi? Ebu Bekri radiallahu anhu, Kur'an e qortoi Allahu. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka u bë? Një fitne, një shpifje kundër nanës besimtarëve Aishës radiallahu anha, e cila ishte vajza e Ebu Bekrit, gruaja e pejgamberit. Dhe kur e mor vesh Ebu Bekri se njërin ndër ata që e kanë nxjerrë këtë shpifje ishte edhe një familjar i vet, i afërt, që çdo herë e kishin ndihmu, sepse kishin qenë të varfër dhe ja kish zgjat krahun, ja kish zgjat dorën, i kishin ndihmu, i kish dhënë me hang dhe me pi. Dhe kur e mor vesh Ebu Bekri radiallahu anhu se njërin ndër ata që e kanë nxjerrë shpifje për vajzën e vet, çikën e vet, ishte ki, u betu. Tha vallahi kur mo dora ime nuk i ndihmon atij. A i dini që ka ndodhi? Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti ajet apostafat për këtë Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i tha, dhe ti mos u beto se s'ki me ju ndihmu të afërmive tuj dhe të varfërve tuj që i ki afër dhe luftarve që marrin rrugën për luftu për hir të Allahut, vetëm pse ato të kanë bë keq. Allahu i thot, ti zguxon të keqen me të kthy me të keq, sepse ti je besimtar, ti je musliman, nuk të vjen ka më shku. Po hiç nuk vjen, po prap ka më shku. Sepse unë dëshiroj që lidhja ime me ti se si shkak që Allahu të më mëshiroje. Apo tha Allahu me një hadith kutsi, thot, unë jam i gjithë mëshirshmi. Allahu thot, unë jam i gjithë mëshirshmi, kurse kjo për farefisnin, për lidhin e gjakut, është mëshira jeme. Ai i cili e mban këtë, unë e mbaj atë. Kusht Allahu thot, a e do mëshirën rahmetin tem, mbaj lidhjet e gjakut. Dhe me një hadith tjetër thuhet se lidhja farefisnjore, lidhja e gjakut është e varur në arshin e Allahut. Dhe lutet, o Zot, kush mban, mbaje. Kush kput e rahmetin ndaj ti. Mos e ban rahmet, mos e mshirat njëri. Pa a kemi nevoj ne, si besimtar, ta kina rahmetin Allahut. Po me pas në rahmetin Allahut, kur gjatë tjetër nuk dohet. Nuk dohet as gjatë tjetër. Me ba me të kaplu mshira Allahut, rahmeti Allahut, por neve si besimtar, kur gjatë tjetër nuk na dohet. Po këshirë sa i lejtë kana? Lidhja e gjakut, pelut ka Allahun, o Zot, kushum maje, kushum run, ruje, kushum bron, broje, a i cili më këput, a i cili ban përqarje, a i cili hidhrot me vllaun e vet, me mingjën e vet, me kuqerin e vet, me dajn e vet, me hallën e vet, me djalin e mingjës, me djalin e hallës, o Zot, këput e rahmetin ta. A i dojmë ne që Allahu të na mëshiroje, apo Allahu subhanallah, Allahu më se bafë të largoje mëshirën dhe rahmetin e ti. Andaj një si defekt i kohës tonë është që edhe me ban vaki me pas misafir, që ka ndodhë? Krejt telefon. Ajde më që i një shpis telefon, ti si misafir, këshirë se po të banë muhabet, zban, e merë edhe ti e nëzirë telefonin. Aj titri djali vetë në telefon, djali jotë në telefon, krejt familja në telefon, po ma mirë nëzirë një grupë, formoj një grupë në WhatsApp, pëse po shkan. Prandaj, sot dashër vlezër, trokitjet në derë, në ka marrë thirrje në telefon, i ka zavendësu. Misafirllëkun e ka zavendësu mesazh. Por qafimin ton mes neve,
e ka zëvendësu WhatsAppi, e ka zëvendësu Facebooku, e ka zëvendësu Viberi. Prandaj nuk lejojmë dhe nuk duhet lejojmë që neve të na vjere kjo kohë që deri dje pleqët e tonë u tuqin që mos na vjere kjo kohë, sepse kjo kohë dhe kjo tradit ishte të ata cilët nuk janë besimtarë, ishte të qafirët, ishte të jo besimtarë, nuk u bëjke mohabet me një kohë që mund të vjere një kohë që askush mos të vjere misafir. Pse? Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderoje misafirin. Le t'i boje hizmet misafirit. Le t'i boje muhabbet misafirit. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le t'i mbaj lidhjet familjare gjalla. Le t'i vizitoje të afërmit e tij. Le t'u aqejle bijave derën mos më shumë për Bajram. Unë çdo herë xhamatin tem ditën e Bajramit nuk maj legjerat në hutbe. Veç ju tham kështu, sot është dita e vizitave, dita e zjareteve, dita që bijat e presin vllaun e vet, kushërinë e vet, djalin e miqës vet, djalin e ndajës vet, me syt ka dera, a hini apo nuk hini, a erdh apo nuk erdh. Prandaj mos t'i lëm vizitat tona familjare vetëm gjatë ditëve të motmotit, po t'i shpeshtojmë ata. Nëse dojmë rahmetin e Allahut, duhet që t'i kemi edhe vizitat tona, lidhjet tona familjare. Prandaj e lusë Allahun subhanahu wa taala që na bashkoje neve si musliman. Lusë Allahun subhanahu wa taala që ndoshta na duket e pamundur të kemi edhe në ditët e sotit të bëmi sebeb që çdo kanë edhe djalin e madh, edhe djalin e vogël, edhe vajzën, edhe grujen, edhe burrin, t'i nxjerrmi prej atyre odave, dhomave që çdo kush me telefonin e vet, siç tha ai plaku, ne para në kohën tonë, çdo kush, gjithë secili kemi ngranë me një temsi, me një pjatë, me një enë, po kina fol për jetën, kina ndru, kina pas ëndrat tona, çdo kush ka pas buzëqeshjen e tij, çdo kush e ka pas një ëndër që ka deshta arije. Sot tha, çdo kush e ka pjatën e tij, por asnjëri me tjetrin nuk flasin. Ne kina fol për jetën, kurse çdo kush sot e ka pjatën e tij, enën e tij, lugën e tij, bereqeti i madh si asnjëherë më herët, po knasia. Haje, pije, mas shumë ti se në ditëve sotin, sofrat tona asnjëherë nuk ka pas. Ama buzëqeshje të tritet ton s'ka. Kënaqësi nuk ka, lumturi nuk ka. Stresi po, depresioni po. Pse? Sepse nuk jemi të kënaqur me atë që na ka dhënë Allahu e para, ndoshta e dita është se ka hub misafiri. Ka hub vlera e misafirit. Dhe Allahu çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai i cili në shtëpinë e vet ka misafir, ai misafir tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen me bereqetin e vet dhe kur del u merr gjunahet vet ligat antarëve të familjes që ai ka qenë misafir. Misafiri kur vjen me bereqetin e vet dhe e le bereqetin atij, kurse nga kur del ai prej aty i merr ligat edhe gjunahet edhe sprovat edhe mëkatet që kanë mujt me ndodh në atë shtëpi. Allahu hatri i misafirit i largon gjitha ato musibete dhe fatkeqësi dhe sprova dhe smundje. Prandaj lusmi Allahun subhanahu wa taala na bën prej atyre cilët punojmë për Allah, jetojmë për Allah dhe inshallah dhe është Allahu që të vdesim me fjalën më të bukur dhe më të mirë, eshhadu an la ilaha illa Allah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.